Kemi të bëjmë me një feminicidio. Me kohë të gjirojmë rreth e qark është një feminicidio, një vrasje e radhës e një vajze shqiptare, një familje shqiptare, familje emigrantësh, por Ilaria nuk ishte vetëm një vajzë një familje shqiptare, por ishte dhe italiane, pasi Ilaria ka lindur dhe është rritur në Itali. Është 22 vjeçe, është pikërisht pjesë e brezit të dytë të emigrantëve shqiptar, të cilët kanë lindur dhe janë shkolluar në Itali dhe tashmë pas tyre mbi 3 dekada jetë konsiderohen pjesë e Italisë, pra konsiderohen shtetas italian. Që nga shtetas italiane aty, po. Në ngjarje absolutisht po, sepse ligji italian për persona të cilët kanë lindur dhe arritur në Itali dhe kanë kaluar moshën 18 vjeç, automatikisht u lejon të marrin dhe dy në shtetësi. Një ngjarje makabër e cila është zbuluar mëngjesin e sotëm, prej datës 25 mars, prej orës 21:30 të kësaj date, Ilaria Sula konsiderohej person në kërkim, pasi nuk i përgjigje më telefonave të familjarëve, nuk i përgjigje më telefonatave të shoqeve të saj, me të cilën dante një apartament në një zonë mjaft e frekuentuar nga studentët në rrugën Tiburtina në Rom, dhe gjitha kjo bëri që gjatë këtyre ditëve të kishin dyshimet si autoritetet italiane, si hetuesit, se për të hetuar më shumë mbi jetën e Ilarias. Ilaria është një vajzë e thjeshtë, ishte në vitin e 3 në degën e statistikave Universiteti La Sapienza, siç thash, babai flamur kishte një firmë të vogël ndërtimi, nëna ishte shtëpiake, ka një vëlla 20 vjeçar, ka bërë shkollën e mesme në qytetin e Ternit, në afërsi të Lazios, ku jeton dhe familja e saj, por ajo meqense studionte në La Sapienza ishte transferuar në Rom duke banuar me një apartament me studentë të tjera. Me sa kemi kuptuar në këto pak orë pas gjetjes së trupit, 23 vjeçari Mark Samson ka rrëfyer dhe ka pranuar gjithçka ka ndodhur, pra ka pranuar se është ai autori i krimit, ka pranuar pas marrjes në pyetje prej shumë orësh nga një komisariat i Romës, në zonën San Lorenzo, ku dhe prindrit e Ilarias kishin bërë dhe denoncimin për zhdukjen e vajzës së saj. Ai ka rrëfyer se ka reaguar pas një sherrë dhunshëm që ka pasur me Ilarian, më pas trupin e saj ka futur në një valixhe, më pas me automjetin e tij e ka dërguar rreth 40 kilometra larg, aty ku thatë dhe ju, në Kapranika, mes Kapranika dhe Polit, që janë dy qytetet e vogla në periferi të rajonit të Lazios, ku është pjesë dhe Roma. Po një ngjarje e rëndë që na ka çonditur gjithë, ka pasur këtu në Itali një reagim të fortë nga ana e politikës italiane, nga ana e rektorës së Universitetit La Sapienza, e cila ishte universiteti që frekuentonte studentia shqiptare, e cila ka shprehur jo vetëm solidaritetin ndaj prindërve dhe gjithçka që ka ndodhur, por dhe faktin se merret ka marrë angazhimin dhe impenjimin e saj të mbështesë politikat qeveritare, institucionet e qeverisë për të bërë një betejë pra ndaj këtij fenomeni feminicidios. Ka pasur një reagim të zëvendës presidentes Komisionit dypalësh ndaj fenomenit problematikave të barazisë gjinore dhe feminicidios në Parlamentin italian, është senatorja Delia e Partisë Demokratike, dhe ajo ka bërë një reagim, komunikim publik duke shprehur indinjatën për një rast tjetër të radhës të një fenomeni feminicidio.